illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Allah në madhruar e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet më të drejtë askush pos Allahut i cili është një dhe i vetëm, krijuesi i gjithësisë, dhuruesi i begative, ai i cili na mbron nga çdo e keqe, na udhëzon në rrugën e drejtë. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. E dërgoi Allahu i mënduar udhëzim dhe mësues për njerëzimin. Andaj paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, më herët treguam apo shpalosëm ngjarjen e Isras dhe Mirajit. Spaku sipas disa versioneve që na kanë arritur përmes rrugëve të sakta dhe shumë të sigurta, ku përmendën detaje interesante nga udhëtimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam nga Mekkeja e bekuar, respektivisht nga Qabeja, nga kibla e njerëzimit, drejt një shtëpie tjetër të shenjtë, Kutsit, Beitul Maqdis, e pastaj prej aty të ngritet në qiell, duke kaluar një pas një, edhe në çdo qej duke u takuar me njerëzit më të mirë që kanë shkel mbi fytyrën e tokës, deri në takim me Zotin xhalla xhelalu, e i cili pastaj në atë takim i dha një dhuratë të madhe. Një dhuratë që kush e kupton dhe kush e merr, bëhet i lumtur dhe i gëzuar në këtë botë dhe i shpërblyer dhe i ngritur në botën tjetër. Allahu në këtë natë bëri obligim namazin, duke na dëshmuar për vlerën e këtij obligimi dhe rëndësinë që ka ky obligim tek Allahu xhalla xhelalu. Dhe sikur që u përmenda të nderuar vëllezër, me të vërtetë kjo ngjarje që ka ndodhur vetëm pejgamberit alayhi salatu wasalam. Asnjë pejgamber më herët nuk e pat këtë nder. Dhe askush pas tij nuk do ta ketë më. Është mbyll mundësia e Isras dhe Mirajit. Mirë po na mbetet neve që sarë të flasim për këtë ngjarje, sarë ta trajtojmë këtë mrekulli, të nxjerrim përfundime të rëndësishme për neve, urtësi dhe udhëzime dhe mësime të cilat dalin nga kjo ngjarje e jashtëzakonshme, nga kjo mrekulli hyjnore, dhuruar njeriu më të mirë që shkelin mbi fytyrën e tokës, Muhamedit alayhi salatu wasalam. Më lejani që në kuadër të kësaj hutbeje shumë shkurt të përmendi disa prej dobive që është me rëndësi t'i kujtojmë, t'i kemi parasysh, të meditojmë rreth tyre, sarë të flitet për Isran dhe Mirajin, dhe sarë të flasim për këtë natë, dhe sarë ta trajtojmë këtë mrekulli, gjithmonë do të kemi çfarë të shtojmë, do të kemi çfarë të themi. Është një burim i pashtershëm i urtësive dhe i mësimeve dhe i udhëzimeve, nga sa është mrekulli e Zotit xhalla xhelaluhu. Përmendëm se para se të nisej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Isra dhe Miraj, para se të bënte këtë udhëtim, e pastroi Xhibril në brendin e tij, e pastroi
zemrën e tij të pastër, por që megjithatë ishte njeri. E pastroj që të jetë i gatshëm të ngritet tek Allahu xhallahu ala. E çfarë kuptojmë nga kjo? Të ndërrozë kuptojmë se adhurimi i jashtëm, namazi jon, agjërimi jon dhe çdo përkushtim i joni që ne i japim Allahu xhallahu ala duhet të niset nga një brendi e pastër. Obligimet tona ne nuk mund ta pastrojmë zemrën sikurse ja pastroi Xhibrili Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kemi mënyra tjera që ne mund ta bëjmë këtë pastrim. Andaj namazi, përmendja Allahu xhallahu ala e veprat e mira tjera janë ato që e pastrojnë zemrën. Dhe kërkohet një zemër e cila është e pastër nga xhelozia, nga zilia, nga urrëtia, nga lakmia e nga shumë vese të tjera të këqija, që kjo zemër pastaj të jetë e përshtatshme të ngrihet tek Zoti xhallahu ala, të jetë e gatshme të adhuron Allahun xhallahu ala. Përndryshe, të ndërozër, një zemër e mbushur zili, një zemër e mbushur me paragjykime dhe mendim të keq, një zemër e mbushur me lakmi dhe pangopsi, një zemër e mbushur me këto vese dhe tjera të këqija, padyshim se vështirë ka me e shiju ëmbëlsinë e besimit. Vështirë ka me e shiju ëmbëlsinë e adhurimit të Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj duhet i kushtojmë mendje pastrimit të zemrës, pastrimit të veteve tona, të kësaj brendie të mbushur ndoshta me vese të shumta, e që kemi obligim të pastrohemi. Të pastrohemi me detergjentin e adhurimit, me ujin e besimit, që të bëhemi të pastër. Dhe vetëm një zemër e pastër, apo ajo që është përpjekur të pastrohet, mund të llogarit në një takim faqebar me Zotin xhalla xhelaluhu. Allahu thot në Kur'an: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." A dit tek Allahu nuk do të bën dobi pasardhës të shumë, kallabllaku, autoriteti e as pasuria e tepërt, por tek Allahu bën dobi ku shkon tek Zoti bi qalbin salim, me zemër të pastër, një zemër që është pastruar nga çdo lloj idhujtarie, zemër e pastër në njëshmërinë e Zotit xhalla xhelaluhu, zemër e pastër në pasimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, zemër e pastër në dashurinë ndaj të tjerëve, e pastër me mëshirë, e pastër me falje dhe e pastër nga çdo njoll tjetër që njollos pastërtinë e këtij besimi dhe çiltërsinë e këtyre vlerave që duhet të mbjellë në zemrën e besimtarit. Prandaj le të jetë kjo ngjarje sa të përmendet dhe sa të dëgjojmë për të, një thirrje serioze për të pastruar dhe që të pastruar pastaj të ngritemi tek Allahu xhalla xhelaluhu. Xhibrili alayhis salam të ndërrozër kur filloi të ngritet me pejgamberin alayhis salatu wasalam në çdo qiell kishte kujdestar dhe trokiste në dyert e qiellit dhe kërkon të leje, megjithë që Xhibrili është meleku më i madh, është i pari të gjithë melekëve dhe me vete kishte të parin e të gjitha krijesave, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, Zoti kishte vendosur rregull dhe ky rregull duhet të respektuaj dhe nuk parashtohej nga ky rregull askush, madje as njerëzit më dashur tek Allahu xhallahu ala. Kështu Islami na mëson disiplinë. Nuk tha Xhibrili kush je ti me vetëm kush jam unë. Ka rregull, edhe nëse je i madh, respektoje rregullin. Edhe nëse je me autoritet, respektoje disiplinën dhe ligjin. Askush nuk është mbi rregullin, askush nuk duhet të jetë mbi të tjerët. Në emër të çka do qoftë. Nga se kështu na mëson Isra dhe Miraxhi. Nuk tha me të njafshëm o Muhammed, po i bim një rrugë tjetër, se s'pibim në udhve ku ka dyrë e ku ka leje. Nuk është në nënçmim me kërku leje, nuk është në nënçmim me zbatu rregullin. Në nënçmim dhe përbuzje është kur njëri është mendje madh dhe thë rregullin, duke nënçmuar të tjerë dhe përbuzë të tjerët, duke menduar se rregullat dhe ligjt janë për tjerët, ndërsa për te zvlejnë këto. E pejgamberi sasën praktikisht tregoi se dhe për te është rregulli. Edhe ti njëri më i dashur i Allahut troket dhe kërkon leje e të hapet dera. Prandaj Isra dhe Miraxhi na mëson pastërtinë, na mëson çiltërsinë, na mëson kullëshmërinë shpirtërore, por na mëson edhe disiplinë dhe rregullin
pa të cilin nuk ka ndërtim, pa të cilin nuk ka zhvillim, nuk ka shoqni të mirëfillt e cila ditë për ditë shkel ligje dhe rregulla. Nuk ka disiplinë. Nuk mund të përparojmë në qoftë se ndërtojmë raporte mbi bazat e njofsisë dhe afërsisë. Nuk ka mundësi të ketë përparim në qoftë se i miri nuk avancohet dhe i drejti nuk përkrahet. Nuk mund të ketë përparim dhe zhvillim të ndërrohet në qoftë se njeriu i ditur nuk është në vendin e duhur. Nuk mund të ketë kështu optën. Nga se nuk pat mundësi as ky pejgamber më ngrit pa i zbatur rregullat. E çfarë më na për të tjerët? Andaj Zoti xhallahu ala ndihmon dhe përkrah njerëz të drejtë. Zoti xhallahu ala përkrah dhe ndihmon njerëz që kanë rregulla dhe zbatojnë rregulla. Zoti xhallahu ala përkrah një shoqëri ku secili e merr atë që i takon. Ndërsa nëse me një shoqëri për buzët jetimi, nënçmohet fukaraja, lihet anash ai që nuk ka krah dhe nuk ka përkrahje, nuk e don Allahu xhallahu ala këtë shoqëni. Prandaj disiplina, rregulli, përkrahja, drejtësia duhet të jenë vlera mbi të cilat ne ndërtojmë edhe vendin edhe shoqërinë tonë. Kjo është porosia e Isra dhe Mirajit, nga se kështu Xhibrili udhëtonte me Muhamedit alayhi salatu wasalam. Udhëtonin po me lejen e Zotit xhallahu ala. Udhëtonin po dy krijesat më të mira. Nuk ka krijesë tek Zoti xhallahu ala, as tokë as qiell, më dashur se Xhibrili alayhi salam dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, edhe këta i zbatojnë rregullat. Kush është? Jam Xhibrili. Kush është me ty? Muhamedi alsam. Hyni, vazhdoni me tutje. Dhe e treta që dua me thënë për mbyllje të kësaj ditë të parë të ndërozur. Pejgamberët të gjithë kishin mision të njëjtë, të barabartë, që njerëzit ua kumtonin shpallën e Zotit. Dhe padyshim se çdo pejgamber ka me humbur ditën e gjykimit me masën e pasuesve që i ka. Megjithatë, të nderozur, me kë u takua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Në qiellin e parë, e në dytë, e tretë, e në katërt, e në pestë, e në gjashtë, e në shtatin, në të gjitha këta qiell u takua me kë? U takua me pejgamberët, me ata që ishte në të njëjtin mision. A e pritën me xhelozi? A e pritën me zili? Apo si e pritën? Me dashuri dhe me respekt. Prandaj pejgamberët na mësojnë se edhe nëse ka rivalitet, edhe nëse ka, do të thotë, të njëjtës lami njerëz që punojnë dhe angazhohen, suksesi i dikujt nuk duhet na ngacmon zilin, por duhet ta përkrahim. Çdo pejgamber e dinte se ky është më i miri. Çdo pejgamber e dinte se ky do të ketë më shumë të pasues. Megjithatë, e pritën me mirëseardhje, me fjalë më të mira, me lutje. Prandaj po konkurrencë, po të garojmë për punë të mira, por jo me xhelozi, por jo me inat, por jo duke fikur apo duke tentuar të futim në errësirë të mirët e dikujt e të ndriçojmë tmetat e tij, nga se nuk ishte kjo rruga e pejgamberit e Zotit xhallahu xhelaluhu. Për këtë arsye, edhe Musa alayhis salam, megjithëse kishte dëshirë që ai të kishte më shumë të pasues, por Zoti xhallahu ala donte ndryshe. Zoti xhallahu ala dëshirë që pasues më shumëti dhe banor të xhenetit më shumëti të kishte kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, kur erdhi fjala për namazet, çfarë tha? Lutë Allahun me ia lehtësu popullit ton. Nuk u gëzu, nuk tha 50 namaze, këta të arsuni falën edhe këta dështojnë. Ja do në po heshti s'po flas fare. Nuk tha kështu. Tha ktheu se i kom provuar ata të mit se kanë bajt ata. Ata që unë i kom pas ummet, ata nuk i durojshin obligimet. Ktheu kërka, shiko rahmetin e Musaut për ummetin e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Musa alayhi salam nuk ka më dhënë llogari për këtë ummet. Nuk kemi na ummeti i tij, ai ka kryet vetën, ai ka kryet përgjegjësinë, mori fund, por njëri i mirë nuk përfundon tek vetvetja. Njëri i madh nuk përfundon tek familja. Ai vazhdon sa më gjerë dhe sa më i madh që është njëri me brengat e tij, sa më shumë njerëz përfshihen në galet e tij, çaq më i madh është. Njeriu nuk matet me gjatësi dhe me pasuni, por matet me brengat e tij, matet me angazhimin e tij. Sa më shumë përfshihen në mirësinë e tij dhe angazhimin e tij njerëz, çaq më i madh është. Prandaj njerëz më të na janë pejgamberët e Zotit, nga se në plan programin e tyre ishin njerëzimi, bota e mbarë. Andaj Musa alayhis salam nuk e xhelozoi pejgamberin, nuk tha
50 tash ta dështojnë dhe me u gëzu për këtë ngarkesë që pritej ti ngarkojë një ummeti që nuk ishte ummeti Musa alayhis salam. Përkundrazi, ishte bamirës, ja donte të mirën po vetes së tij, ja donte të mirën po popullit të tij, por kjo nuk e pengonte mi ja dash të mirën gjithë popujve të tjerë. Gjithë njerëzve, edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me ummetin e tij. Prandaj të ndërlozë Isra dhe Miraxhi na jap edhe mësimin e zemërgjësisë, bujarisë, na jap mësimin e një dhëmshmërie njerëzore që duhet na ndihmë se çdo kush i cili ndoshta nuk është në rrugën e drejtë. Çdo kush i cili është në sprova të ndryshme. Çdo kush që ka të lashe, të na dhimbset dhe të përpjekemi në format e ndryshme ti ndihmojmë, spaku me lutje sinqert, spaku me fjalë të mirë, e pastaj me çka do që të na jepet mundësia. E të tjera dobi dhe urësi të ndërrozë dalin nga kjo ngjarje e madhe, por e lutem Allahun e manduar që na bën me të vërtet meritor, me fjalë dhe me vepra, me pasim dhe me gjithë jetën tonë, na bën Zoti meritor që të jemi me të vërtet ne ata që e meritojnë epitetin ummeti i Muhamedit alayhi salatu wasallam. Ndjekës të tij, pasues të tij, që ta kemi nderin edhe në këtë botë, por dhe privilegjet e shumta që ka me i gëzu ky ummet ditën e gjykimit, timin nga ata që do t'i gëzojmë. Allahu xhallahu na bëf që të kemi zemër të gjerë, që me të vërtet nuk njeh kufit të bamirësisë, nuk njeh kufit të dëmshmërisë, por një zemër të pasur e cila nuk njeh çka xhelozia dhe zilia, por njeh çka është përkrahja, çka është dashamirësia, dashuria e kështu me radhë nga vlerat dhe virtytet që i vulosën dhe i rrënjosën pejgambert e Allah xhallahu ala mbi fytyrën e tokës. Kërkoni falje nga Allah dhe pendoni tek ai nga Allah xhallahu ala është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të ndërlozër, më lani për fund të them një fjalë të madhe që tha një njeri i madh. Një njeri i cili llogaritet njeriu më i madh i ummetit të Muhamedit sa mas Muhamedit alayhi salatu wasallam. Është fjala për Ebu Bekrin. Allahu qoftë i kënaqur me të. Ky njeri i madh i devotshëm. Ky njeri që e dojmë për hir të Zotit. Dhe shpresojmë që Allahu xhallahu ala së bashku me të dhe me shokët e tjerë të pejgamberit sa të na bashkon Zoti në xhennet. Kur u kthy pejgamberi sa nga Isra dhe Miraxhi, filluan Kurajsht me utall me të. Me utall me këtë ngjarje. Dhe tentuan që ta përfshin në këtë tallje edhe Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu. Shkuan tek Ebu Bekri të gëzuar dhe disponuar se kësaj radhe do ta bindnin Ebu Bekrin se ka gabu kur ka besuar në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri ishte njëri i madh, ishte i mençur, ishte me ndikim, ishte i pasur. Nuk e kishin lehtë Kurajsht e Mekës me pranuar se Ebu Bekri po e njeh Muhamedit alayhi salatu wasallam. Prandaj përpiqeshin çfarë do lloj mënyre me e largu nga ky pasim. Çfarë i than? Shokët, ai shokët që ti ke besu, deri dje gënjente për toke. Tash ka fillu po gënjente për qielli. Shikoni këtë formim të ult, jo njerëzor, për njerin më të ndershëm dhe më drejt. Çfarë tha Abu Bekri? Kjo është mësim për neve, o vëllezër. Kjo është porosia e Abu Bekrit drejtuar muslimanëve. Si duhet na me i trajtu ato që vinë nga Zoti xhallahu ala dhe nga pejgamberi alayhi salatu wasallam. Abu Bekri tha: a është duke thënë ai se ka shku në qiell apo ju po shpëfni? A ka thonë ai? Ka thonë po ai po thotë se ka shku. Ka thonë Ebu Bekrin këtë përgjigje. I kam besu në shumë më të madhe se kaq. I kam besu se Allah e ka dërgu. Kur i kam besu se Allah e ka bo pejgamber dhe Allah po i dërgon shpallje, e kam të letë me besu çdo gjë pastaj. A e merr Allah që në qiell, a nuk ka qenë qiell është punë e Zotit. A e ka përzgjedhur Allah pejgamber? Këtë tjetë pasaj të mundshme. Prandaj të ndërlozën kodrë të kësaj. A i kena besu Allahu xhallahu ala se është Zoti i gjithësisë. Po
krejt pastaj është e mundshme. Çdo sen është e lehtë pastaj. Ai kena besu pejgamberin se Allah po i shpall, po krejt janë të besueshme pastaj keq ka thot ajo është e mundshme. Nuk ka kontestim. Provimin kryesor e ke kalu, ke besu se Allah është një dhe i vetëm. Dhe ke besu se Muhamedi alayhis salam është i dërguari i tij. Pastaj s'ka mohamendje, s'ka mo kontestim në atë që vjen nga Allahu dhe atë që vjen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Besimtar duhet të jetë në përputhje me deklaratat e tij e jo në kundërshtim me to. Allah na mëson që në zemrat tona të mbjellet besimi i pastër. Dhe ky besim të reflekton jashtë me vepra të mira, me sjellje, me edukat dhe me pasim të denjë, të dur, jo selektiv, jo formal, por me të vërtet pasim të drejtë të Muhamedit alayhi salatu wasallam. Pasim i cili me të vërtet na bën meritor që të jemi umeti i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë dhe Allahu xhallahu na dhash të mirën në këtë botë dhe në botën tjetër. Para se të zbes mos harroj, e kemi një porosi nga Këshilli i Bashkisë Islame, të cilët ditën e hënë pas namazit drekës në këtë xhami do të organizojnë një manifestim në lidhje me këtë ngjarje, ku do të ketë, do të thotë, gjëra të ndryshme interesante, Kur'an e këndime të ndryshme dhe gjithashtu me siguri dhe ligjërata, prandaj kushdon që t'i shtohet edhe më tepër dija dhe informata për këtë çështje është mirë me prezantu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.